Avokati akredituar në gjykatën speciale në Hag, Tom Gashi, duke komentuar ecurit më të reja në gjykimin e ish-drejtuesve të UÇK-s, pas përfundimit të dëshmive të dëshmitarëve të prokurorisë, vlerësoi se aktakuza e dytë për pengim të drejtësisë ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi ndikon negativisht edhe në procesin e aktakuzës së parë ndaj tij. Ai tha në intervistë për EO se kjo situatë e bën mbrojtjen më sfiduese në të dyja rastet. Nëse njëri prej disa prej tyre pranojnë fajsin, atëherë atij ja bën të vështirë mbrojtjen e tij, meqense aktakuza disa e kanë pranuar, kur janë duke u akuzuar bashkërisht me të. Nëse akuza është e tillë që Kinse Thaçi me të tjerët kanë tentuar të ndikojnë tek dëshmitarët e caktuar dhe disa prej bashkë të akuzuarve e kanë pranuar fajsin, ja vështirëson Thaçit mbrojtjen për aktakuzën e dytë, tha ai. Gashi është i mendimit se aktakuza e dytë ndaj Thaçit është e mbushur me gabime serioze. Në aktakuzën e dytë kundër Thaçit ka gabime tepër të mëdha dhe jam i befasuar se si është i mundur që gjyqtarët nuk e dinë që nëse dikush është i akuzuar që në bashkëveprim Kinse ka kryer një vepër penale, në këtë rast kemi të bëjmë me ndikim në dëshmitar apo siç thuhet pengim të drejtësisë, shtoi ai. Avokati tha se dënimi mund të jetë deri në 10 vjet, por gjithçka varet nga vlerësimi i gjyqtarëve dhe fuqia e provave. Aktakuza e dytë në mënyrë indirekte ka ndikim edhe në aktakuzën e parë dhe i vështirëson të dyja aktakuzat. Gjyqtarët janë të obliguar që gjykimin ta nxjerrin në bazë të provave, mirëpo ata kanë të drejtë të kenë edhe një vlerësim të lirë që është e bazuar në prova. Mund të jetë një dënim deri në 10 vjet, mirëpo kjo është çështje relevante. Shpresojmë që të mos ketë prova të mjaftueshme.